Vazhdojnë përkrahjet e nëndegëve të PRSH-s për iniciativën e zjarrin Selës, pas nëndegës së lagjes Dardania në Kumanov, edhe 2 nëndegë të tjera, ajo e Butelit dhe Lubotenit, kanë shprehur vullnetin e tyre për ndryshime dhe reforma në parti. 10 aktivistë dhe anëtar të kryesisë së nëndegëve kanë dalë publikisht me emra dhe nënshkrime në përkrahjet të zjarrin Selës. Përkrahjet publike për kreun e komunës së Stugës vijnë pas fushatës së Selës për shpjegimin e synimeve të tij para nëndegëve të PRSH-s. Sela tashmë ka vizituar Çegranin dhe Sarajin, ku gjithashtu është pritur nga nëndegët respektive dhe dhjetra qytetarë dhe simpatizantë të PRSH-s. Ai synon që pasi të ketë bindur shumicën e nëndegëve të PRSH-s ta përkrahin iniciativën e tij, të organizojë kongres për zgjedhjen e kryesisë së re dhe kryetarit të ri, ndërsa kreu të aktual të partisë Menduthaçit i ka ofruar titullin kryetar nderit të PRSH-s. Pakënaqësia e zjarrin Selës dhe konfrontimi publik me Menduthaçin erdhi si pasojë e listës për deputet në njësinë e 5 zgjedhore, ku vendi i degës së PRSH-s në Strug refuzoi listën që sipas saj ishte imponuar nga Menduthaçi, ndërsa në përkrahje të degës Ham doli edhe kreu i komunës Zjadin Sela.